me vetë faktin që ishim të diskutu për statistika. Po flasim për një periudhë kur kemi pas me vite 300 pjesëmarrës, 300 burgosur të përfshirë në programe rehabilituese. Natyrisht që dhe numri i recidivizmit do të jetë më i lartë. Po flasim tash për vitet fundit kur këto shifra kanë ndryshuar. Porse tash a kemi statistika të kaptëmatshme, nuk kemi statistika, por ajo që e tha Fatmira që duhet patjetër, duhet një vlerësim i programeve rehabilituese në vazhdimsi. Vlerësimi nuk mund të bëhet as brenda javës, as brenda muajit, por duhet vite që një person i cili ka kaluar përmes vujtjes së dënimit, që institucionet tona, përfshi shërbimi sprovues, po institucionet tjera të punojnë me këta persona që me pas sa ka qenë impakti i këtyre programeve rehabilituese, natyrisht, sepse ai do të monitorohet në vazhdimsi edhe nuk do të kthehet në vujtje dënimit. Por se a ka rezultat, tash po flasim për periudhën e fundit, nuk ka mundësi asnjë person, asnjë burgosur, i cili nuk përfshihet në programe rehabilituese, është kriter i qartë, as të jetë shfrytzues i vikendit, e as të kaloj në tipin e hapur. Kjo ka ndikuar që në mos të madhe, për herë të parë, kemi lista në pritje të personave të burgosur që presin për të përfshirë në programe rehabilituese. Ne i kemi ndërmarrë të gjitha hapat që mos të ketë listë pritjes, po të gjitha ta që janë të interesuar të përfshihen programe rehabilituese do të përfshihen. Natyrisht se kjo vije edhe pastaj edhe te rezultati që kemi pas edhe më pak numër të incidenteve. Edhe sigurisht që e keni pa burgje janë dhe nuk mendohet asnjëherë që kontrabanda apo rrahjet eliminohen forcës ndodh asnjë burg të botës, por si rezultati këtyre rezultateve betim e keni pa edhe përmes mediave, shërbimi korrektues i Kosovës, ma në fund është edhe antar i rrjetit evropian të burgjeve. Për herë të parë një shtet pranohet në rrjetin evropian të burgjeve pa qenë antar i Këshillit të Evropës, që është kriteri kryesor. Në këtë pjesë e monitoron më së miri QKRMT dhe avokati i popullit, dhe vazhdimsi kemi pas kritika edhe nga CPT-ja edhe nga QKRMT-ja, edhe për keqtrajtim të burgosur. Për herë të parë edhe në raportin e progresit nuk evidentohet asnjë rast. Ka raste kur hapen protokollet të përdorimit të forcës proporcionale, por në të gjitha rastet neve kemi bërë hetime dhe nuk do tolerohet në asnjë rrethon dhuna brenda burgjeve. E keni pa edhe ju vetë edhe raporti progresit për herë të parë është një prej raporteve më të mira që ka pas ndonjëherë Kosova sa i përket shërbimit korrektiv. Po, patjetër, zoti Blanc. Unë nuk jam bashkë sigurt, por unë e di derisa kam qenë në 2012-2011, nuk ka pas dhëna statistikore për recidivizëm. Edhe nëse kuptova drejt gjithashta me dita, kom kuptu drejt, ende s'ka. Jo, s'ka. A është i obligum burgjet, apo cili prej institucioneve është obliguar me pas një databazë për me ditë edhe ju në burgje, në keni recidivist, sa i keni? Sa shkalla atyne? Jemi të punu në drejtim, sepse duhet mu grëmbullu dhënat, ju deri të kalumen ka pas dhe dosje fizike, na jemi të digitalizu komplet sistemin, edhe jemi të në ofër të hartimit të një databazët të përbashkët me polici, me gjykata, ku kemi pas mundësi në vazhdimsi prej momentit kur arrestohet një person me pa na, kur paraprakisht para se marrën vujtje dënimit, po të njëjtën kohë me përcjellë edhe policia dhe sistemi gjyqësor. Edhe po besoj që shumë shpejt kemi pas edhe në statistikë të tilla. Veç të shtamulli, po pikrisht e di që ka filluar dhe besoj që ka me shku në barë, që të kemi një databazë prej fillimit dhe aty do të di ma mirë, do të thot prej policisë, e pastaj prokuroria, shërbimi korrektues, gjykatat dhe shërbimi sprovues, po të kenë në lidhmëri. Për recidivizmi, unë mendoj që pikrisht për këta janë dënimet alternative. Unë mendoj që një person që bien kundërshtim me ligjin, herën e parë e ka shumë vështirë të shkoj në burg, në mbajtje dënimit në burg. Është edhe ajo stigma ndaj vetë personit, pastaj familja, pastaj nuk e din çka e pret. Është me shumë vështërsi e pranon shkuamje në burg. Po shkoj herën e parë, herave tjera mendon që shkon ma lehtë. E ka ma lehtë, sepse mësohet ma atë ambient aty. E shehat atë ambient. Për atë arsye, unë e mendoj që çdo herë
aty ku ka mundësi ligjore të shqiptohen masa dhe dënime alternative, të jepet një shans të korrektohet, të rehabilitohet edhe pa shkuar në burg. Natyrisht kjo është një kritikë që bëhet vazhdimisht nga të gjitha organizatat dhe do të ishte ndoshta rrugës që të ndërmarrim veprime më shumë këtë drejtim gjykatësit, por problemi më të madh të gjykatësit e kemi që kur shqiptojnë dënime të ulta, se në rastet kur nuk i shqiptojnë ato, shqiptojnë dënime alternative, do të ishte rruga më e mirë. Për çka po besoj kanë ardhur rekomandime prej të gjithëve. Problemi më të madh e kemi që kur nuk shqiptohen shqiptohen dënime shumë të ulta, edhe koha kur e vujnë, domethënë korrektohen gjatë kohës në shërbim korrektues, është një kohë që ka shumë probleme që nuk po arrin që t'i kthehen si duhet shoqërisë këta persona të dënuar. Kisha vazhdu me juve, zotëri Blakaj, kapacitetet e shërbimit korrektues i pyeta të gjithë mysafirët prej kohës kur e keni lënë ju. A besoni që janë të mjaftueshme për t'i përgatitur gjitha këto programe rehabilituese në mënyrë që të arrijnë të rehabilitohen si duhet personat e dënuar? A ka ndryshime? Natyrisht që kur nuk është shumë, por sido që tjetë, ne e dim që ka kapacitete. Edhe tjetra orientimi që vetëm shërbimi sprovues me resocializu të burgosnit nuk është ide e mirë. Nuk është ide e mirë asnjëherë. Pra nuk i takon vetëm shërbimit korrektues. Po aty është edhe shërbimi që nashta i shdesh më zhenu dhe ma tepër, edhe shërbimi sprovuesi unë që mojë shumë, se mujnë më bo shumë punë të madhe. Pra, nuk po flitet që shërbimi korrektues duhet me qitë njerin shumë pasër dhe kur mos më këthymë më burg. Kjo ide nuk është e mirë. Pra, këta kanë parsore dhe tjera tema që janë të sigurisë, e këto nashta janë tretësore, të është i edhe shëndetësin me në burgjeve kështu me radhe, e kjo është resocializimi është tretësore. Për shembull në kriminologjinë, penologjinë anglosaksone nuk i japin as pak rëndësi e kësaj punës e përket resocializimit ose koncept tjetër. Ajo është një koncept tjetër, por ata kanë do mekanizma tjerë që i kanë jarë shumë më të zhvillume. Unë jam të kërku që ta mekanizma tjerë jashtë. Për shembull, a mundet mu bo diçka përmes situacionit të klirimit me kusht që i përcjellin shërbimi sprovues edhe që të ndërlidhet pas pak të përmenet sektori privat. Natyrisht, unë e kom pa gjithkund që në këto tema, kur diskutohet, sektori privat jo eksistent. Pa ta nuk mundet mu kry kjo punë, du të me kuptu shumë mirë. Nuk mundet më kry pa ta. Pra, që është më ndërlidh edhe me sektorin privat, edhe me pas edhe sektori privat që nëse pranon dhe ka në punë, nëse në trajnim, ose në diçka përgatitje për një profesion, sektori privat, me pas edhe sigurin që ka më kalu mirë me personin i cili është i pësadalun nga burgjet. Pra, nëse ndërlidhen që to halka atërë sigurisht që gjona do të shkojnë ma mirë, ose efektiviteti i ndërmarrjeve të tilla që bojnë institucionet, unë mendoj që do të rritet dukshëm. Kjo do të thonë që niveli teorik do të mund të kalu më kalu në disa gjona praktike që janë shumë të thjeshta, të vogla, po duhet më najt gjithmonë mbrapa. Nëse të Dibrani, a ka programe konkrete të reintegrimit që ka një bashkëpunim si me institucione, si me biznese private, që këta persona kur të përfundojnë burgun të kenë mundësi të punësohen, të bashkëpunojnë? Veç diskutojmë dhe tani programet rehabilituese, po edhe në këtë aspekt neve kemi punuar, kemi themeluar njësinë ekonomike që pretendohet që në të ardhmen të jetë edhe promotor i zhvillimit korrektues, domethënë zhvillimit ekonomik brenda shërbimit korrektues të Kosovës. Do të kemi mundësinë në shkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me shumë biznese që operojnë në Kosovë, ku do të mundësohet edhe atyre edhe hapja e mini fabrikave brenda. Deri tash ka është bëhet diçka në drejtim? Jo, deri tash të burgosërve jo është mundësuar me punu jashtë, që në këtë rast përfitojnë biznesi, përfitojnë edhe i dënuari, por më së paku përfiton shërbimi korrektues, përveç asaj që ata risocializohen, rehabilitohen, reintegrohen në shoqëri duke dalë jashtë burgu, por interesi i burgut do të jetë që këta persona në të ardhmen të jenë të punësuar edhe brenda burgjeve. Deri tani nuk kemi pasur mundësi mi ofru punë gjithë burgosërve, sepse ka pas pak
punëtori brenda burgjeve. Me themelimin e kësaj njësive, neve tash edhe në mënyrë ligjore na mundësohet që neve të nënshkruajmë marrëveshje bashkëpunimi ku do të ofrohen hapësirat tona brenda burgjeve kompanive. Natyrisht për to do të jetë më lehtë sepse do ta kenë të sigurt edhe fuqinë punëtore, po ashtu infrastrukturën brenda burgjeve, do të kemi mundësi që numrin më të madh të burgosurve të angazhojmë punë, do të përfitojmë, po ashtu do të qesim edhe prodhime edhe në shitje, në jashtë përshitje, të rritet edhe buxheti i shërbimit të korrektues të Kosovës.